tek xhaketat e vjetra, por a mund keni në mendje një emër që mund t'i rebelohet këtij vendimi pra të kryeministrit për të dalë në listë hapur, por edhe emra të rinj në indicjet e informacionet tuaja, kush mund të jenë emra të rinj që mund të vinë në listë, sigurt? Së pari, drejtuesit politik do të jenë patjetër në listë të mbyllur. Pse e mendoj? Unë e mendoj në aspektin gjithmonë politik. Nuk mundet unë për shembull të jem edhe drejtues politik, të marr kostën e të gjithëve këtyre tjerëve, punojnë apo nuk punojnë, dhe të njëjtën kohë të luftojnë në listën e hapur për veten time. Pra, drejtuesi politik në ato momente është kualifikuar vetë, nuk prodhon asgjë, sepse drejtuesi politik duhet pikë së pari të jetë i rreshtuar përpara një luftë betejë të madhe, dhe përveç kësaj, ai normalisht duhet të japi dhe emra të cilët sjellin vota tek lista e hapur. Sepse të gjithë subjektet politike do luftojnë tek lista e hapur që të votohen nga njerëzit, që t'i tregojnë njerëzit që ne jemi të hapur. Unë tek lista e PS-s, përderisa flasim për Partinë Socialiste, nuk mendoj që do të vendosin ndonjë strukturë tjetër përveç strukturës madhështore, absolute, pas një kundërshtim, kryetari Partisë Socialiste Edi Rama. Këto dy tip mund të ketë ndonjë krahasitje tjetër nga SPAK-u që mund t'i lehtësoj zgjedhjen e kryeministrit? Për sa i përket niveleve të larta, jo, por unë mendoj që SPAK-u pas datës 12 mars në vazhdim, patjetër që duhet të bëjë lëvizje, sepse SPAK-u nuk mund të bëjë lëvizje për këto 2 ditë, për arsye se normalisht çdo veprim që do të bëjë ai do quhet politike. Por pas 12 marsit, emrat që janë në listë, çfarë ndodh me ata? Emrat që janë në listë normalisht do ndiqen penalisht, dhe në rast se dikush ka imunitet do bëhet sipas radhës të kërkosh në parlament autorizim për marrjen e një personit në cilësinë të pandeurit në masën e sigurisë, arrest në burg apo arrest në shtëpi, por fjala detyrim paraqitje dhe është deputet nuk ka nevojë kalim në parlament për shkak se gjykata kushtetuese plep aty e ka normuar si të tillë. Pra, unë jam kundër kësaj gjëje, por derisa e kanë normuar dhe kanë bërë precedentin, e gabuar me Sali Berishën, normalisht jemi në këto kushte. Duke qenë në këtë situatë që flasim sot bashkërisht, nuk na intereson që këta deputet do të jenë të pandehur apo jo, me vendim pa vendim, me standarde apo pa standarde. Kemi raste që nesër do diskutohet në datën 11 mars veliaj në gjykatën e posaçme të apelit. Kemi rastin e Ervin Saljanit, që gjykata e lartë, më dëgjoj me vëmendje këtë, se është gjë më e bukur që asnjëherë s'ka ndodhur, po do ta shikosh nesër, do të shqyrtojë në themel dënimin e Saljanit që u dënua në shtator të 2024-s, kur gjykata e lartë studion, ose më mirë shqyrton, se studioj dyshoj, por shqyrton vendimet e gjykatave të shkallave të ulta në vitin 2020. Si ka mundësi që dosja Saljani erdhi në këtë datë kaq shumë të shpejt, kur pas nesër mbarojnë listat e deputetëve? Mos vallë kemi ndonjë mesazh që do të kalojë gjykata e lartë? Pra ju mendoni që brenda këtyre 2 ditëve mund të kemi një vendim për Saljanin? Në rast se nuk smunden gjyqtarët, nuk i kap në gjë, në i dhimbje barku, normalisht me datën 11 në orat 3 aty do të kemi një vendimarrje që gjykata e apelit ka vendosur bashkërisht me gjykatën e shkallës parë në raport të drejtë me provat dhe ligjin, apo ajo ka abuzuar duke dënuar një person që ishte edhe deputet dhe duke ish mandatin në mënyrë të paligjshme. Sepse pikërisht gjykata e lartë është gjykata e ligjit, pavarësisht se nuk e ka atë kompetencë kaq shumë të thellëruar që të jetë edhe e faktit, por kujdes, nga praktikat e mëparshme, gjykata e lartë ishte edhe e faktit, edhe e ligjit, atëherë kur interesonte. Pavarësisht se dikush thotë jo, është vetëm e ligjit dhe jo e faktit. Jo, është edhe për të dyja, por aty kërkohet guximi i të qenurit nga plepaxhi serioz me raport me profesionin e tyre. Kjo është zgjedhje personale, respekt i integritetit profesional për veten.
Dhe unë mendoj që ne do të kemi surpriza për rastin e zotit Saljani. Me që jemi tek Saljani dhe Velia nesër, Velia ka një reagim në rrjetet sociale që thot pasi muaj nesër i kthehem në betejë për të mbrojtur veten dhe familjen. Mendoni që do ketë surpriza? Do lirohet për ta thënë me troç? Nuk e besoj që lirohet, por besoj që në rastin që lirohet, e them në rast se lirohet. Për shembull, incineratori i Tiranës nuk ekziston për ne, po për Partinë Socialiste ekziston. Momentalisht për Spakun ekziston. Por lirimi i Erion Velies në rast se do të vi, nga se do të vi? Nga një drejtësi e kapur.